Një interes të pakët zgjoi dëgjesa publike e mbajtur në ambientet e Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrësit për projektin e ndërtimit të parkut fotovoltaik 100 MW në zonën e Spitalës. Në sallë ishin të pranishëm shumë pak persona, megjithëse projekti është një nga investimet e rëndësishme që pritet të kryhen në këtë zonë industriale në vitet në vijim. Parku fotovoltaik, që pritet të nisë të ndërtohet brenda këtij viti dhe do të vihet në funksion në janar të 2027-s, do të ndërtohet në një zonë industriale, larg zonave të banuara, në një sipërfaqe që konsiderohet e favorshme nga pikpamja e biodiversitetit, si dhe nga aspektet social-ekonomike. Përfaqësuesja e kompanisë franceze Voltalia Ediol Angelili bëri të ditur se në bazë të marrëveshjes me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, koncencioni do të zgjasë 30 vite dhe gjatë kësaj kohe 70% e energjisë e prodhuar nga parku do t'i shitet qeverisë shqiptare me çmim mjaft të leverditshëm, 28.8 euro për megavator, ndërsa 30% do të tregtohet në tregun e lirë. Po ndërsa parku do të ndërtohet dhe vihet në funksion, rrjeti i kanaleve dytësore dhe tercore do të menaxhohet nga kompania në bazë të marrëveshjes që kanë nënshkruar me Bashkinë Durrës, e cila i ka dhënë të drejtë të operojë dhe në zonën përreth, jashtë kufive të projektit, në sipërfaqe toke që rezulton në pronësi të subjekteve apo individëve të ndryshëm, gjë që mund të shkaktojë në të ardhmen tensione mes palëve. Ne jo vetëm që nuk kemi rrethuar pjesën e tokës që na është dhënë, por kemi lënë jashtë pjesa që na është dhënë për zhvillimin e parkut. Në gjithashtu sikurse ju bëra me dje, ne kemi realizuar me Bashkinë marrëveshjen e kanaleve, të cilët në vetvete përbëhen nga kanale sekondare terciale dhe rrugët e aksesit për mirëmbajtje jo vetëm të kanaleve, por edhe për aksesim në çdo parcelë. Dhe duke qenë se gjithë ky rrjet është në varësi të Bashkisë Durrës, pasi ne kemi bërë kërkesën, bashkia ka shkuar në terren, ka bërë verifikimet përkatëse dhe na ka dhënë vetëm kanale dhe rrugë aksesi për në parcelat që ne disponojmë, vetëm të atyre parcelave që janë na është dhënë në pronësi me rëndësi zhvillimit për parkun, pa cënuar parcelat komshie ose ato që ndodhen ngjitur në parkun tonë, pa cënuar aksesin në këto parcela dhe pa cënuar edhe shkarkimin e ujrave të këtyre parcelave në kanale. Ndërkohë, përfaqësuesi i kompanisë Apcons Redion Biba bëri të ditur se është kryer një studim i plot i biodiversitetit për gjatë një viti, i cili ka treguar se ndikimet mjedisore janë minimale, si gjatë kohës kur do të ndërtohet parku, ashtu dhe gjatë viteve të funksionimit të tij. Për të shmangur përmbytjet, projekti parashikon ngritjen e instalimeve mbi nivelin 1.2 metra në rast emergjencash hidrologjike, tha Biba. Ky projekt përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt tranzicionit energjetik në Shqipëri, duke kontribuar në rritjen e kapaciteteve të energjisë rinovueshme, uljen e varësisë nga importet dhe mbrojtjen e mjedisit.